Unë nuk e kuptoj ku do ta kena fajin, ne për arsye se ne derisa po dalim e mirëmarrim rrugët vetë neve. Po dalin gjithë mosha e thyre që janë këtu, dhe po mirëmarrin rrugën vetë. Ne po bojnë, siç e thanë, janë paguajt një farë lekësh para 25 vitesh. Ato ku kanë shkuar ata lekët? Domethënë ata u zhduken. Si duhet zhduken ata lekë? Kur janë paguajt me një bank apo jo? Ku janë lekët? Domethënë në atë kohë kanë qenë në qoftë se jam gabim, po kanë qenë mbi 1,5 milion lekë. Po sot janë mbi 15-20 milion lekë me vlerën që ka qenë. Edhe më shumë mund të them. 2.300.000, po sot duhet të jenë mbi 25.000 euro, 30.000 euro. Po. Edhe po ti kishin ata lekë, ata mund ta shtrojmë rrugën vetë neve. Domethënë, qoftë se shteti nuk don, ti na i kthej lekët mbrapsht me valuën që ka sot. Edhe po grenja gjithë lagja e shtrojmë rrugën vetë neve. Nga që si nuk don, po mos vime kërku një taks.